Ndalesa e radhës e takimeve elektorale në kuadër të fushatës zgjedhore që përfundon më 11 maj e kandidatit për deputet të Aleancës për Shqipërinë Madhështore Petro Gjikuria ishte në Selenic, në një takim të zhvilluar me banorët e kësaj zone, ku prezent ishte dhe eurodeputeti Fredi Beleri. Petro Gjikuria dhe Fredi Beleri kanë diskutuar përgjatë takimit me banorët e zonës, duke dëgjuar hallet dhe problemet e tyre të jetës së përditshme. Gjikuria dhe eurodeputeti Beleri kanë parë nga afër dhe gjenden mirane të kësaj bashkie me kaq shumë potencial ekonomik, por që kanë mbetur pas në zhvillim. Prej banorëve të zonës janë renditur disa problematika të cilat kishin të bënin kryesisht me mosfrytëzimin e tokave të tyre bujqësore, pasi nuk kanë mundur ende të sigurojnë certifikatat e pronësisë. Njëkohësisht, është folur edhe mbi nivelin ekonomik të familjeve, me paga dhe pensione qesharake, në fokus të diskutimeve, edhe sektor si blegtoria dhe bujqësia, që sipas banorëve, prej vitesh po shkojnë drejt falimentit. Si pjesë e programit të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, janë përmendur disa nga pikat kryesore të cilat do të vinë në ndihmë banorëve të Selenicës dhe jo vetëm, por do të nxjerrin nga humnera ku gjenden momentalisht bujqësinë, blegtorinë, por dhe ekonominë dhe jetën sociale në zonat rurale. Përgjatë vizitës në Selenic, Petro Gjikuria dhe eurodeputeti Beleri, si besimtar të Zotit, në vigjilje të Pashkve kanë vizituar kishën ortodokse të Selenicës, Shën Athanasi, për të parë nga afër një prej vendeve të kultit fetar të gjithë zonës përreth. Aty janë takuar me atin e kishës ortodokse të Selenicës për të ndarë së bashku mendimet dhe çfarë duhet të përmirësojnë pushteti në drejtim të besimit fetar në vijim. Në fund, edhe një fotografi kujtimi nga vizita në Selenic, e cila ishte tepër e vlefshme për të prekur një tjetër realitet të zonës, krejt ndryshe, krejtësisht më i shkatëruar se ç'propagandohet.